Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjet mallim ka marrë me amarin me bu iftar. Urime Ramazanin. Faleminderit. Nuk besoj që keni vendru Mitrovica. Jo. Apo ka pereca këtu ajo? Pereca, ti kemi nëmë për syfër sa Apo syfëra, o zot, po duka me ndaj dhe i syfër. Sup, me gjethe. Mos kofshë martu me shala një fatsive. Faleminderit. E ju rrit rruga. E na goti. Jo, a me se du me qitë. Kështu. Jo, për t'i hekti. Reni me kanal dhejtë, reni me dhejta dhejtë se keni mu knaqë me materialit mira. Hajde edhe një se i lavdova vetë. Mos e ndalë recim hetë se të na të shkoj qakë po, more. Më shkoj i kësumë, unë të i hilokna me dio kamere vetë me shpirë. Kemi ardhë në qytetin e Mitrovicës. Tashmë është një lloj tradite po e quaj kështu që për çdo Ramazan në çdo qytet të Kosovës shtrohen sofra e iftare për qytetarët. Unë e amari kena ardhë sot në Mitrovicë edhe hajde bashkë të këshyri ma marë që kam përgadit për iftara, ka dhe gjella dhe shpite. Qa po ta me në mendja ty? A se den? A ti kunda? Fitet edhe krejta? Një bëva me kamerë kështu, po ajo. Hajde. Me mend faleminderit shumë që na ke prit sot. Faleminderit. Edhe që dyrt janë të hapme për gjithë m'duket. Po, gjithsesi dyrt jemi të hapur për gjithë qytetarët, për ata që kanë nevojë, po edhe këndo që në fakt të dhanë iftarin vogël, jenë të mirë se ardhën. Për çka bëhen këto iftaret edhe që sa ka nisë në Mitrovicë? Vite me radhë, në fakt, në qytetet ndryshme të Republikës Kosovës dhe që shtron iftare për qytetarët e Kosovës. Në Mitrovicë kemi pas deri para 3 viteve, tash kemi filluar prapë. Për shkak që ka qenë në Prishtinë, në Perizaj dhe në qytete tjera. Në Prishtinë ende vazhdon me qëndru, po kësaj radhe është edhe pika Mitrovicë. Për vite me radhë, për qytetarët e Republikës Kosovës organizohet fjalë shtron iftare. Sa është kënaqësi edhe sa është e lodhshme. A në gjinoni ju vetë më intereson? Në fakt po, këtë stopni një agjerishtëm. Agjerimi bëhet shumë ma i letë, por e ndojmë në fakt me bashkëqytetarët. Në ratë parë me ata që janë nevojë. Kjo për fakt për na kalën edhe lodhjen që kemi gjatë gjithë ditës para iftarit e pas iftarit. Kishë jenë shumë mira, në fakt edhe i kalën shumë me qytetarët, që na mund lodhin. Ju mund lodhin. Cilat janë të mirat edhe, si po thonë këshia, se Ramazan s'po të këshia, ama cilat janë të mirat e këtij muji ndoshta edhe ti vetë me i servu njerëzve që ka nevojë ushqim është një ndjenjë. Të mirat e kësaj në fakt është na bën bashkë. Një prej qëllimeve kryesore të Ramazanit besoj se është me u bashku, me u solidarizohet me data që e kemi, edhe kjo është prej parave të mira që vish po e bojmë të. E dyta është për me bashkëndjenjë, me gjithë, edhe e treta që e ndihmon njëri tjetrin. A është shtua o pak ku numri njerëzve? Fatkeqësisht Mitrovica njeh si qyteti me familje me numër me asistencë fakt më të madhe në Republikën e Kosovës. Kemi goxha familjarë qytetarë që vinë në Mitrovicë. Po për çdo natë thuaj se prej tendës tonë se i kemi 2 lloj iftareve dhe që e marrin në vetën e shtëpia dhe që e servojnë iftar. Përfitojnë rreth 500 familje dhe 500 antarë kështu që edhe këto dhe në për familje, po. Nuk besoj që keni vendru Mitrovicë. Jo. Apo ka pereca këtu ajo? Pereca, ti kemi nëmë për syfër sa Apo syfëra, o zot, po duka me ndaj dhe i syfër. Iftari është dëbu, njerëzit janë ullë mbrapa meje të shiu iftari, kurma po, oj po, njerëz që punojnë po, edhe shumë kënaqësi kur ishe me bollak njerëzit u ardhë dhe me hungër iftar bashkë.
Hajde po shkojmë për marrim edhe na pjatën edhe pulemi me hungër iftar bashkë me njerëzit këto të Mitrovicës edhe bashkë të këshyrim se qa po na qesin, qa po na servojnë për iftar në Mitrovicë. A di unë që të qëtë ma një buken? Hajde. Po. A ta luqë të shtu? Qa është që kjo? Gulash. Është shorb me perime. Shorb me perime, gulash. Okej, s'ka shumë. Po. E shishme, sup, salat edhe orez, boll. Bereqet. Sup, me gjethe. Sup me gjethe, po më pëlqen që më duhen me amorin. Për ta kërkujmë edhe gjellën vallojnë. Qorb me kompira. Edhe pak to, edhe pak ato, edhe pak to, edhe pak ata. Shumë e shishme. Le kamerën a marrë ha iftar, të bof mirë. E pranë vete se kom farien, e a iftar hangrëm. Po. U knaqëm. Po. Të faria mundesh me më tregu sa është knaqësi kur vjenën këto iftarat që organizohen për Ramazan. Unë për në harë erdha, se që 3 vite e martu Mitrovicë, nuk është puna që se kam madem kurse se jemi tirën e për akrabaja. Ajo është ideja e Ramazanave kush dhe kush s'ka vjenë të hapa. Po këtu për tretin iftar që jam të hangër me bashortin tim edhe me akrabon, do këshike, do që shtu i lidhemi, edhe është knasi që jemi të knaqën buka e mirë. E mirë, valla ke. Me të knaqë. Po, gjavile ka kanë prom, edhe ka kanë për çdo ditë buka e fres, e mirë. Zotë shpërblev që po në Amin, inshallah. Ama më po m'intereson me e ditë ato kohën ma herët, ajo mbaj që si organizime, apo ju? A e mban menti? Unë mbaj mend se unë jam e martu me që 3 vite. Në Mitrovicë. Në Mitrovicë. Me priori ka të kena. Podujevës. E Podujevës, më se Podujevës Mitrovicë, a një dhe. Po, nuk më ka rade me shku me hangru kështu, se të ishen, jesë e mare, nuk është mare, kur të ftanë. Problem. Ditë sodit. Baret, ardhve, shkur bën sendet këshia, të pamorajshme, hajni, bën dikuj bare me arme hungër. Mara është që po bojnë keq, po bojnë gjithë shkalo motor, edhe po bojnë dredhina, kajni, të natë zezat. E one si numse që jam marrë, jam e knaqen edhe që jam e martu me Mitrovicë. Po. E mirë. Jo, për çfarë si krejt shoqet, po, është arsyeja që e kam edhe një vjerë shumë e mire, për shëndes Emine Mehmeti. Për shëndesim të zënë Emine, ose mirë një nuse që do vjerë. Po, ajo më ka begenis, po, edhe është shumë e mirë, për moshën e vetë, të një vjeqe, ajo shumë e mirë. Ajo kur na bën ushimin, one nina pak keq, se trejtet i qetë shumë të mira. Të mira, ti që a kalon, a? Jo, s'më mija kalu. Qa të knaqë ty mas shumë të në Ramazan? Më knaqë që njerëzit të kenë durim, të dujnë njëri tjetrin, edhe sopra të botë, sidomos me familje, shumë mush me plot. Mush me plot. E qarë thush mu që unë asë edhe një herë në iftarin nuk e hëtë të shpia, me juve, me njerës ndryshëm.
Qa me thonë edhe ty. Shko të shpia. Jo, shko na herë në shpe. Shko ke shumë e mrekullueshme. Faleminderit, po qafi pak, urime Ramazani. Edhe ty, inshallah, Edhe, mos kofshe martu me inshallah një fatë si vetë. Faleminderit. E ju rrit rruga. Amin t'ju mgoja, që sa mirë po fola, marë, që Edhe sa mirë. kamermanit, ju rrit rruga, e po që shëndetin. Nuk ju kom pengu sot kërkuna, diri e kanë hongër iftarin. E tash po ju pengoj. Nëse që është Po më problem. interesën me ditë, sa është knasi këtu mbledhinat e Ramazanit, iftaret që shtrohen. Zakonisht iftarët që buhen me shumë shëhret, shumë mirë. Është një pjesë shumë e mirë se është bu vjet për vjet, ku më punuan e këto, është është një pjesë shumë e mirë, një emocion më i madh kur je bashkë me të tanë. Mirë është. Jena knojnë bashkë me Amarin, po valla Amar, ki mu knojnë gjdo natë mundshme të Ramazanit. Miru pafshim!